Kryetari i Ligës Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, ka reaguar ashpër ndaj sjelljes së vetëvendosjes, siç thot ai, nuk mund të kesh as takim e as mirëkuptim. Në një postim në rrjetet sociale, Abdigjiku shpreh se ka parti që ftohen në takime, por më pas mashtrohen dhe ofendojnë. Ai e cilësoi këtë sjellje si arbitraritet të plot, duke shtuar se nuk njohin as njerëzoren, as fjalën, as kurrizin. LDK ka të qartë, prandaj është konsistente. Para, gjatë e pas zgjedhjeve, theksoi Abdigjiku, duke shtuar se votuesi i LDK-s ka arsye të ndjetë krenar për këtë qasje. Në vijim postimi i tij plot. Apo e kuptoni tani se pse me të tillët nuk mund të kesh as takim as mirëkuptim. Të takojnë, të mashtrojnë, gjersa të thrasin në takim, jashtë të ofendojnë, në fund veprojnë në arbitraritet të plot, sepse nuk njohin njerëzoren, as fjalën, as kurrizin. Kjo politik duhet të marrë fund, LDK duhet jap fund. Është interes kombëtar refuzimi i qasjes së tillë politike, jo në shtrimi e dorëzimi para saj. Shpresoj edhe partitë e tjera ta kenë kuptuar këtë gjë sa më parë. LDK ka të qartë, prandaj është konsistente. Para, gjatë e pas zgjedhjeve, prandaj votuesit e mbështetësit e LDK-s sot arri krenar, ka shkruar ndër të tjera Abdigjiku.